E para, detyra ka shi atë dheut, diaspora ose ne si emigrant jetojmë me trup atje dhe me zemrë dhe me shpirt në Shqipëri. Unë mendoj që deri tani diaspora nuk është përfshirë në vendimet politike, në angazhimet politike në Shqipëri. Bile është thyë dhe një ligj më i hershëm i njerëzimit, marrja dhe dhënia. Diaspora vetëm ka dhënë shtetit tamë dhe s'ka marrë asgjë nga shteti tamë. Diaspora, siç e dim të gjithë, rilindasit e vjetër kanë kontribu për formimin e shtetit, gjatë para luftës së dytë botërore, të gjithë kuadrat që kanë qenë parlamentin e parë shqiptar kanë qenë nga Europa, një pjesë e madhe. Gjatë komunizmit shumë student kanë qenë nga vendet e lindjes dhe gjatë këtyre 30 viteve disa aktorë politik kanë studiuar jashtë.